Në një akt simbolik dhe të rëndësishëm për sigurinë e qytetarëve, ambasadorja e Japonisë në Shqipëri, zonja Kato Kikuko, i dorëzoi Bashkisë Librazhd një automjet zjarfikës modern si pjesë e mbështetjes së qeverisë japoneze për komunitetet lokale. Në ceremoninë e organizuar në ambientet e bashkisë, kryebashkiaku Mariglen Disha mirëpriti ambasadoren dhe falenderoi në mënyrë të veçantë ambasadën japoneze dhe taksapaguesit japonez për këtë dhuratë me vlerë. Ai theksoi se ky automjet do të përmirësojë ndjeshëm kapacitetet e ndërhyrjes në raste emergjente dhe do të garantojë një nivel më të lartë sigurie për banorët e Librazhdit dhe zonave përreth. Ky nuk është vetëm një automjet, por një shenjë konkrete e miqësisë dhe e bashkëpunimit mes dy vendeve tona. Jemi mirënjohës për mbështetjen dhe solidaritetin tuaj, u shpreh zoti Disha gjatë takimit. Ndërkohë, ambasadorja Kato Kikuko nënvizoi rëndësinë e forcimit të lidhjeve mes Japonisë dhe Shqipërisë përmes ndihmave që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve, si dhe uroi që ky kontribut të shërbejë për përmirësimin e shërbimeve emergjente në Librazhd. Ky automjet zjarfikës vjen në kuadër të programit japonez për ndihmë grante për projektet në nivel lokal dhe konsiderohet një mbështetje e çmuar për kapacitetet logjistike të Bashkisë Librazhd.